sikur njerëzit të ishin në gradën më të lartë devotshmërisë, të gjithë, si zemra më e devotshme që ka pa ndonjëherë historia e njerëzimit. Dhe të gjithë të ishin të përkushtuar maksimalisht, të dalin në një fushë të vetme, ta lusin Zotin, ta adhurojnë pafund. Kjo nuk do t'i shonte Zotit gjithësisë asnjë fije floku nga pushteti dhe nga madhështia e tij. Si edhe e kundërta është e saktë dhe e vërtetë, sikur të gjithë krijesat dhe njerëzit të jenë si zemra më e keqe që ka pa ndonjëherë sipërfaqja e tokës. Dhe të gjithë dalin të mohojnë Zotin dhe të bëjnë zullumet edhe pisliqet më të mëdha. Kjo nuk do t'i mangësonte Zotit të madhërisëm as pak nga pushteti dhe nga madhështia e tij. Pra nëse Zoti i madhërisëm kërkon diçka prej nesh, e kërkon jo sa i ka nevojë për të, absolutisht. E kërkon sepse të gjitha urdhëresat, obligimet, ndalesat fetare kanë një parim. Zoti ka lejuar dhe ka obliguar ato gjëra të cilat janë të dobishme, janë të rëndësishme, janë domosdoshme për jetën e njeriut dhe ka ndaluar ato të cilat neve na dëmtojnë si në këtë jetë edhe në ditën që do dalim para Zotit.